Nëzim përshëndetje. Inshallah jeni mirë. I këtë rast i shfrytëzoj rastin me i përshëndet edhe ndëgjues tonë që na ndjekin prej rrjeteve sociale. Fillimisht dëshiroj me mirëseardhjen në qarqinë e vjetër të Shkupit, aty ku bëhet muhabeti më i mirë. Për këtë arsye edhe e kemi quajtur emisionin Muhabeti i Qarqisë. E kemi biseduar edhe me musafirët paraprak pse muhabeti i Qarqisë, pse jemi në Qarqi. Dhe dëshira jonë është kanë që me tregu një emision i cili ka vlera edhe i imponon ato vlerat e Qarqisë, sepse Qarqia gjithmonë për neve ka qenë një institucion ku i ka eduku brezat. Është kanë Qiraki, është kanë Stai i cili ka transferu vlerat e tij, është kanë muhabeti i cili është bën brenda Qarqisë edhe gjithmonë ka tregu vlera. Pra njerëzit kur kanë dalë në Qarqi nuk kanë bërë vetëm muhabet kot, po kanë bërë edhe muhabet i cili ka nis procese, kanë bërë edhe muhabete të cilët kanë përfituar dhe është ngrita edukimi, edhe këto janë qartë gjitha derë të cilët i ka pasë shoqëria jonë. Sot kur bota po ndryshon dhe po kthehemi më shumë në atë botën digjitale, nuk kemi dashur që ta humbim atë vlerën e Qarqisë, nuk kemi dashur që të mbete vetëm në statuset tona, të mbete vetëm biseda jonë online, po kemi dashur që muhabeti i Qarqisë kaloj edhe të masa tjetër. Për këtë arsye ju falenderoj shumë që sot keni ndarë kohë me pi kafen me neve në Qarqi. Ju falenderit për ftesën, padyshim se ndihemi nderuar që sot jam me juve. Një herët edhe ju përgëzoj për këtë nismë kaq fisnike dhe kaq të mirë. Unë që padyshim se do të ketë sukses nëse jeni, do thonë, të përkushtuar në vazhdimin e këtyre emisioneve dhe këtij projekti. Padyshim se Qarqia është një pjesë e identitetit tonë si shqiptar të kësaj zone, të këtij vendi, por padyshim edhe gjithë popullatës që jetojnë këtu. Është një vlerë jonë që ne e kemi dhe padyshim se duhet edhe ta ruajmë edhe ta kultivojmë për ta ndërtojmë më tej. Patjetër. Nazim, duke pas parasysh profesionin tuaj si jurist, përderisa sot e kemi rastin me pi kafen me juve dhe keshmi dëshirë që të përfitojmë sa më shumë në aspektin edhe profesional edhe social, duke i prek disa tema cilët ne mendojmë se kanë nevojë për përgjigje dhe për popullatën në përgjithësi. Sot kemi pas dëshirë me fol me juve për çështjen e nacionalizmit, i cili na tangon neve dhe çështjen e përfshirjes tonë në shtet. Sepse një dukuri cilët e kemi vrejtë është se ndoshta ne nuk kemi shumë dëshirë me pas përfaqësim të duhur personal në shtet. Ndoshta kjo është vetëm hipoteze jona personale, ndoshta edhe është ashtu, po si dukuri e kam vrejtë shoqëri që ne mundohemi zakonisht gjitha problematikat që i kemi, gjitha derë të cilët i kemi t'i zgjedhim individualisht dhe nuk e zgjedhemi mekanizmën e duhur cilët ne kemi dhe na ofron shteti si mundësi. Unë, si që dini, kam qenë edhe disa vite në Turqi edhe përvoja atje ma ka bo që derisa ti e ki një problem, mu një herë e gjeni institucionin kompetent cili ta zgjidh atë problem. Dhe ajo përvojë më ka bo me ndje vetën si qytetar më shumë i përfaqësuar atje, edhe me ndje vetën që kur ti ki një hall, kur ti ki një problem, nuk mjafton vetëm i zgjidh vetë, po ka institucion që mund me t'i zgjidh ti problemet. Çka mendon, a qëndron kjo te ne se ne mundohemi t'i zgjidhmi problemet pak në mënyrë më individuale, gjokte nëse kemi një problem ose dojmë me kry një punë në institucion, mundohemi me gjetë njërin, nëse kena një problem ndoshta pak më të madh, mundohemi ta zgjidhim edhe në metodat më jo duhura që mundet, po vetëm nuk aplikojmë metodën e cila kërkohet në fakt prej ne. Po Bujar, përmendë shumë gjëra që besoj se duhet të më përkujtosh, nëse kam lëshuar disa nga kjo bisedë që e bëre në fillim. Po nisem tash prej fundit, po të analizojmë statistikat e vendit, për shembull, nëse shohim përgjithësi, domethënë statistikat sa i drejtohen popullata e Republikës Maqedonisë së Veriut institucioneve, kryesisht gjyqësor, e shohim se një numër është tepër i madh. Domethënë ne kemi rastin që brenda vitit janë diku mbi 700.000 lanë që drejtohen në gjykatave. Që i bie se gati se çdo i dyti person një herë në vit i drejtohet në institucion. Mirë, po ta analizojmë detaje, ti shohim për shembull si shqiptar, si popullat shqiptare e kësaj Maqedonie, ndoshta varehet ajo doza apo ai ngurrimi që të drejtohemi te institucionet. Kryesisht është si rezultati, mendimi im, si rezultati i mosbesimit në institucione. Kjo ndoshta edhe ka historinë e vet se gjithmonë shqiptarët janë ndiqur
duke u nisur qysh prej ish Jugosllavisë, domethënë kur janë lindur si kategori e dytë e qytetarëve dhe gjithmonë kanë pas një farë pritje jo të mirë ndaj institucioneve, ndoshta a krijuar ai zbrastina apo ai si themi ai mosbesimi, ai ngurrimi për t'u drejtuar institucioneve. Dhe kjo ndoshta ka metë dhe i ka nxit ato aftësitë tona që problemet e tona, derdet e tona të zgjedhën edhe përmes formave tradicionale, qoftë përmes këshillave të pajtimit që kanë qenë përpara, apo pjesëmarrjeve apo formave ndryshme që kanë ndihmuar që të kalojnë këto probleme që kanë pasur. Por mendoj se tash nuk është koha e tillë. Tash mendoj se problemi kryesor është mos informimi, domethënë se ekzistojnë edhe forma të ndryshme, për shembull institucionale, ligjore për zgjidhjen e problemeve. Tash do të thonë po përmend edhe rastin e ndërmjetësimit, mediacionit, çka kur kanë filluar sefteve të mirë me këtë punë dhe shumica e njerëzve që ishin ndoshta të kualifikuar profesionalisht, çka është kjo? Është një formë alternative për zgjidhjen e problemeve ku palët përmes marrëveshjeve midis tyre arrin të zgjidhje që mundet për shembull përmes një marrëveshje të formalizohet edhe të jetë një zgjidhje apo një solucion një sikur edhe gjykat. Faktikisht i të mundësi edhe më shpejt edhe më mirë që të vihet të zgjidhur. Por tash mendoj se edhe aspekti ligjor të institucioneve formale juridike, qofshin gjykatat apo institucione tjera, mendoj se është ndryshuar koncepti ndaj tyre dhe mendoj se ka një farë pak më reale që qytetarët mos kenë paragjykime derisa të drejtohen, po edhe nëse vihet deri në ndonjë rast i izoluar ku ndoshta edhe refuzohet apo nuk ka ndoshta ndonjë epilog fillestar, ka mundësi edhe për shembull instancat më të larta të shkallës e dytë e kështu me radhë. Pastaj është mirë që të drejtohen edhe përfaqësuesve profesional që kryejnë këtë punë, qofshin advokat apo këshilltar qofshin konsultant apo të nënime të ndryshme të cilët ofrojnë shërbime profesionale me qëllim që mos të ndodhet që shkaku i ndonjë pa informate të pasojë familja apo edhe më gjatë. E përmendet këtë çështjen e mediacionit, është interesant se është gati se hiç e informuar të na. A mund pak më na tregu çka është mediacioni dhe ku është dallimi i një landës që kalon nëpërmjet mediacionit dhe ajo që del gjykatë. Ku dallon, a është më e mira dhe në cilat raste është më e mira me apliku mediacionin, cila është me çu landën në gjykatë dhe me ndjek të drejtën penale. Të them të drejtën, fillimisht edhe që jam jurist me profesion, për herë parë kur njoftoha me ligjin për ndërmjetësim, por me mediacion, tash kjo gjë është diçka ideale për njerëzit. Dhe me të vërtetë kjo gjë duhet të funksionojë, sepse ja mundson palëve që vetë të vendosin për epilogun e problemit të tyre. Për shembull ka ndonjë kontest, më pagesë borxhi apo çështje pronëse juridike të ndryshme, do faktikisht palët në vend që të drejtohen gjykatës dhe të ja besojnë fatin gjyqtarit, të sjellë një vendim, dhe më pas njëna palë të fiktojë rastin dhe pala që do ta humbe, këtu me anë të marrëveshjes mund të gjejmë një farë solucione apo një farë zgjidhje, dhe të vinë deri te zgjidhja e problemit. Është procedurë kryesisht jo formale, nuk kërkon procedura për shembull avokate, ekspertiza të ndryshme kështu me radhë që të vijë deri te epilogu, por në mënyrë shumë jo formale, përmes marrëveshjes, përmes mediatorit që duhet të jetë i përgatitur dhe i licencuar, mund të vijë deri te zgjidhja e problemit. Që më pastaj të vijë deri te marrëveshja që lidhet me dy palëve, e njëjta mund të solemnizohet te notari dhe të fitojë peshën e duhur për më mund të zbatohet. Do të thonë mediatori jo domosdoshmërisht duhet me kanën jurist apo vetëm duhet të jetë i licencuar. Vetë duhet të jetë i licencuar, nuk kërkohet ndonjë profesion i caktuar, për shembull jurist ekonom. Kemi në listën e mediatorëve kemi edhe IT, kemi edhe mjek, kemi edhe pedagog kështu me radhë që e kanë kryer trajnimin e duhur që kërkon ligji dhe tash ushtrojnë profesionin me sukses. Interesant. Një çështje tjetër që të paktën mua më mbren është se ndoshta që kjo ju e cekët se deri tash ka pas mungesë të informacionit, po edhe arsyeja tjetër ka qenë se ne kemi ndje veten si pjesë e qytetarë të dorës dytë në këtë vend. A ne ka bërë pak këtë nacionalizmi ion, ndoshta kombëtar, a ne ka ndaluar mos me qenë na prezant në shtet se shqipni? Mendoj se nuk është ajo, mendoj se përkundrazi. Ajo aspekti nacional apo nacionalizmi ndoshta e ka pasur atë efektin që sa më tepër të jemi të kyçur dhe sa më tepër të japim kontributin tonë, sepse kjo është edhe të themi edhe aspekti
natyror i gjërave, sepse sa të jepësh për një gjë që do të kesh feedback-un, rezultati. Për atë mendoj se ndoshta faji ka qenë kryesisht joni që nuk kemi ndier shtetin si tonë. Atë e përmenda dhe arsyet që ishin më parë. Edhe mendoj se është kohë që të ndrohen këto koncepte, sepse ky vend është i joni dhe duhet të japim maksimumin tonë që të rregullojmë punën dhe të ekonomisojmë. Pastaj nuk duhet gjithmonë edhe të presim, kryesisht gjeneratat e reja tash vërejmë se ka ndoshta apo kjo koha moderne e rrjeteve sociale apo e aspektit virtual, qysh i ka zbehë dhe i ka tërheq. Shumë pak vërej se ka iniciativa për ndryshimin e gjërave. Ma përpara, kryesisht ndoshta edhe shkaku i situatës Kosovës apo prishja i Jugosllavisë, ndoshta gjeneratat e tona, gjeneratat para nesh ishin pak më aktive me protesta, me demonstrata, tash ndoshta duhet ndoshta një peticion i thjeshtë në gjëra të vonë. Po patjetër. Duke pas parasysh këtë rast edhe duke pas parasysh se tash kemi fillu vetëm se të avancojmë. Po na jetojmë me një shtet cili është shtet multietnik. Dhe cila është zgjidhja për këtë shtet? A shtet kombëtar, apo shtet qytetar? Cili sistem i qeverisës apo cili sistem i udhëheqjes të këtij shteti kishte më qenë më i dobishëm për të gjithë palët shtetare që jetojnë këtu, për shkak se ne kemi qytetar të komsive dhe mentaliteteve të ndryshme. Çka na kesh arma tamam ne. Po padyshim në shtetet multietnike formula e shteteve kombe nuk ekziston. Ne kemi për shembull shtete që janë etnikisht të pastërta dhe kanë ndërtuar shtetin konform kombeve të tjera. Edhe këto kryen kryesisht me mbarimin e luftës së parë botërore apo mbarimin e luftës së dytë botërore. Tash të modelet e reja të shteteve multietnike funksionojnë më tepër me formulën e karakterit qytetar të shtetit. Shteti është i qytetarëve, jo vetëm një etni. Te ne fatkeqësisht nuk është e kaluar akoma ky problem. Ne akoma vërejmë se kemi plagë të pashëruara në këtë aspekt që unë mendoj se është kryesisht si rezultat i mos fillimit të mbarë të shtetit. Për gjenerata që ndoshta i përcjellin edhe i dinë gjërat, për shembull qish prej referendumit për pavarësinë e Maqedonisë nuk kishte një konsenzus midis dy bashkësive më të mëdha etnike në Maqedoni, Maqedonas dhe shqiptarëve për punën e pyetjes së referendumit, pastaj ishte edhe për punën e miratimit të kushtetutës së vitit 1991. Çështja e pavarësisë së shtetit është domosdoshmë ishin disa probleme ku shqiptarët ishin të distancuar nga marrja e këtij vendimi, apo nuk ishin të konsultuar për sjelljen e vendimeve kyçe në këtë shtet. Kjo ndoshta edhe i shkaktoi ato pasoja që sot e madit po i vuajnë. Dhe për atë, derisa dikush nuk të llogarit si pjesë e vendimeve kryesore, automatikisht domethënë në vetëm duhet të rreqesh një hap mbrapa të mendosh për hapat që duhet të ndërmerresh për më tej. Po patjetër, po tash nëse na duhet të jemi realisht të dy palët më kryesore, ndoshta të këtij vendi e kanë mentalitetin e caktuar dhe në përgjithësi si mentalitet ballkanik është e vështirë ta ndryshojmë ata. Edhe si do të arrinim që të krijojmë një bindje dhe një perceptim të qytetarët tonë se ky vend është i krejtë. Dhe për shkak se përderisa ne nuk e shohim si vendin tonë, po foli tash për pjesën tonë ndoshta, ose ne nuk dëshirojmë të kemi pjesëmarrje në shtet, nuk dëshirojmë të paguajmë tatim, nuk dëshirojmë të marrim vendime konfort ligjit për shkak se ligjin nuk e shohim si tonë. Nëse e kthejmë kana tjetër dhe pala tjetër nuk dëshiron ndoshta neve të na ketë pjesë tonë, se për shkak të këtij operacioni që është bë ndoshta qoftë mediatik, qoftë me vite, ata na shohin neve si të huaj, ne i shohim ata si të huaj. Edhe ky mentalitet është shumë i vështirë të ndryshojmë. Po si duhet të krijojmë opcion të tretë që ta bëjmë këtë mentalitet të bashkëjetojmë. Janë çështje komplekse dhe për atë edhe kanë mbetur në situata të tilla. Por e keqja se tash po vret akoma një farë segregacioni edhe më i madh i popullatës. Më kujtohet që nga familja ime në vendin ku jetoja, në Kumanov, në lagjen tonë ishte thuajse përzimi ishin gjysma shqiptar, gjysma maqedonas dhe serb. Tash në lagjen tonë nuk ekziston asnjë prej komuniteteve tjera, jemi të gjithë shqiptar. Pjesa maqedone është rrethur në pjesën tjetër të qytetit. Ne jemi të ndodhur në Shkupin, për shembull, në dimat kufirin natyral të themi që përmendet edhe në popullat, lumi Vardar, që pjesa është
e shqiptarëve pjesa tjetër e Maqedonisë. Që janë gjëra që nuk çojnë në drejtimin e duhur të kësaj që ju po edhe ne po e dëshirojmë, ndërtohet një shtet Çështja është se qytetar ku faktikisht të ketë edhe besim, sepse kryesisht besimi vjen si rezultat i bashkëpunimit, i komunikimit, i afërsisë, sepse nëse nuk ka afërsi, atëherë ka paragjykime, atëherë lindin edhe probleme të tjera. Çështja ime ishte se po e ndërprej, po të ne është krijuar paragjykimi që sa më shumë e distancojmë tjetrin, domethënë në këtë rast palën tjetër, aq më nacionalist jemi. Dhe pyetja që më ka lindë mua është se a mund ne edhe të jemi nacionalist, duke ruajtur tonën, edhe të jemi gjithë përfshirës në shtet. Po padyshim se po, ne kemi edhe parti që janë nacionaliste në vend që janë pjesë edhe të pushtetit, sa të opozitës që faktikisht e udhëheqin shtetin, po dhe synojnë ndërtimin dhe udhëheqjen e shtetit kushtimisht. Janë edhe parti që marrin pjesë edhe në sjelljen e ligjeve dhe në rregullimin shtetëror të vendit. Janë kryesisht nacionalizmi është një ideologji që e ka në synim të caktuar dhe dëshiron të arrijë. Po edhe kjo nuk është ndoshta tragjike, nuk është problematike që të jesh nacionalist dhe të synosh mirëqenien e shtetit dhe zhvillimin e shtetit, avancimin e shtetit. Faktikisht ajo ide nacionale apo nacionaliste duhet tjetë në drejtim të përmirësimit të jetesës së qytetarëve në rend parë, pastaj të diçka tjetër. Nëse neve nuk është dashur me pas një shembull të një vendi tjetër me këto cilësitë të përafshme me Maqedoninë, si kush e kishte përngjall Maqedoninë? Po padyshim, ndoshta para se t'ja përgjigje, të ndalem edhe te ajo pjesa më përpara me bisedës ku faktikisht e puna që e përmenda fillimet e shtetit, çështja e distancimit apo ndasive që po krijohen edhe që po bëhen ato zbastirat edhe më të mëdha. Ndoshta mungon ajo shtrirja e dorës së nqertë midis dy komuniteteve kryesore. Ajo kontrata shoqërore që e kemi mësuar prej Rusojt, domethënë atë në kohën e afërsisht revolucionit francez. Po faktikisht u vunë edhe themelët e ndarjes së pushteteve apo ndërtimit e shteteve moderne. Nuk është ndoshta një kontratë formale që bëhet te noteri, por është një shtrirje e dorës dhe e besimit midis komuniteteve kryesore, ndërsa kjo duhet të bëhet, që të bashkojmë forcat dhe të avancojmë në proces. Kurse model, po them ideal, nuk kemi mirë, po diçka shumë afër ideales që ne e kemi mësuar dhe i dinë edhe bashkëdhëtarët tanë që janë në Zvicër. Është ndoshta një model ku disa komunitete që janë diametralisht me botkuptime të kundërta edhe etnike, por disa edhe fetare që dallojnë. Për shembull pjesa katolike dhe një pjesa qytet gjermane që bie që janë një pjesë protestante. Faktikisht edhe kanë dasi edhe dallime gjuhësore dhe kulturore, mirë po funksionon si një shtet ideal se i kanë vendosur parimet e shëndoshë, i kanë vendosur parimet e forta dhe funksionon shteti. Mirë po, ajo që i bën të dallojnë ato se të gjithë ata identifikojnë veten si zviceranë, më pas e identifikojnë veten si të përkatësisë gjermane, frankofone apo italiane kështu me radhë. Të na kryesisht shqiptarët e Maqedonisë i përkasin besimit fetar musliman. Njëjtë Maqedonët janë gjithë musliman besimtar ortodoks. Dhe a ka ndiku kjo çështja fetare, ruajtja e fetarisë ndoshta, apo çështja fetare sa ka ndikuar në këtë ndarjen që ne kemi pas? A ka qenë edhe si shkak ndoshta që shqiptarët në vendin tonë nuk kanë dashur shumë të përzihen me pjesën maqedone për me ruajtur fetarinë e vet, në njëjtën kohë edhe Maqedonët nuk kanë dashur të përzihen me frikën se po muslimanizohen e po them thojza po shqiptarizohen. Mendoj se nuk ka qenë feja asnjëherë problem në Maqedoni. Ata sa i kam informatë. Në Maqedoni nuk besoj se gjatë historisë më të re të shtetit ka pasur një problem të përmasave fetare, midis muslimanëve dhe ortodoksë. Besoj feja është kuptuar ashtu si duhet, edhe nga pjesa jonë, por nga pala tjetër që faktikisht është kryesisht e natyrës që ta duash dhe ta respektosh tjetrin dhe të jesh i afërt dhe korrekt me fqinjen e kështu me radhë. Mirë po, kryesisht mendoj se aspekti nacional, edhe Maqedonas kryesisht, por ndoshta edhe faja është edhe te politika shqiptare që ndoshta ka bërë gabimet e veta që ekziston një situatë e tillë. Po kryesisht të problemet e pasgjidhura të bashkëqytetarëve tanë Maqedonas, kryesisht me çështjen e identitetit të tyre,
Dhe në çdo problem që kanë hasur, janë munduar që ta gjejnë një fajtor kryestar që fatkeqësisht janë orientuar në adresë të gabuar. Mirëzim, pse politikat e na e thryjnë nacionalizmin? Sidomos se patëm shembullin me tash kampanjën zgjedhore të zgjedhjeve të fundit, të dy palët, qoftë ajo shqiptare, qoftë ajo maqedonese, i kanë thryjë nacionalizmin në ekstremin më të madh ndoshta në këto 5 vite, 10 vitet e fundit. Pse i konvenon politikës që të jetë gjithmonë pak i ndezur kjo flaka e nacionalizmit? Po bisedoja para do ditë me disa kolegë që janë edhe të kyçur ndoshta në politikë në mënyrë direkte dhe bisedojnë për një lider të partije që faktikisht në retorikat e tij me publikun, kryesisht nëpër media dhe nëpër tubime vërtet është nacionalist. Po gjatë bisedave private me kolegët e tij tregohet shumë kosmopolit edhe është me të vërtetë kosmopolit me sjelljet e tij. Edhe kur e kam pyetur se pse po flet diçka apo vepron diçka tjetër, thotë s'kam ç'të bëj. Në atë moment, pas të erdhë një deklaratë nacionaliste nëpër media, rejtingu i partisë shkon përpje. Kota është çka do të bësh, do shtro rrugë, kanalizime, ujësirë kështu më radh, prapë mbetet e një. Do thonë e keqja se nacionalizmi keq përdoret këtë rast. Do thonë edhe gjendjet nacionale të votuesve të qytetarëve në këtë rast keq përdoren. Dhe frihen në disa teza në disa gjëra që janë emocionale, janë të prekshme për popullatën, qoftë gjuha, qoftë flamuri, qoftë përfaqësimi apo ndjenja e të qenit të barabartë, janë vetë janë çështje të ndjeshme. Mirë po, këto probleme nuk zgjidhen në mënyrë të duhur dhe nuk kanë ndonjë zgjidhje të përhershme apo afatgjate në retorikat e tilla. Mendoj se ulët ka nevojë për ulje dhe për shtrëngim dorësh, ashtu siç e përmenda në fillim. E bënët një përmbledhje shumë të mirë, duke nisë për në fillim tash nëse e shohmi në themel, nacionalizmi është i mirë. Edhe të dy palët ndoshta duhet ta ruajnë nacionalizmin për shkak se duhet ta ruajnë të vetën. Po nacionalizmi te ne është një konstrukt politik ndoshta më shumë se sa i lindur në mënyrë natyrale tek masat tona, dhe kur nacionalizmi thryhet prej politikës, atëherë kalon në të qenurit militanti një diçka se sa të mbrojsh ata me qëllimet e tua nacionale. Po padyshim ne më kujtohet nga sociologjia e shkollës së mesme ku mësojmë nacionalizmi i dëmshëm dhe i dobishëm, nacionalizmi i mirë apo i dobishëm është kur njeriu është normal ta doje kombin e vet, ta doje gjuhën e vet, ti doje bashkëdhetarët e vet kudo që janë, e ndjenja të qenit pjesë një komuniteti nacional. Mirë po, në momentin kur ajo keq përdoret për ta urrëtur tjetrin, për të shkaktuar probleme tjetër apo për të bërë ngritje një përkatësie apo një rast mbi rastin tjetër, atëherë vijnë edhe probleme tjera që gjatë historisë kemi vërejtur se kanë sjellur edhe pasoja. Patjetër, edhe pse tash një fenomen që e kam vrejt kohët fundit te rinia, për shkak se po jetojmë një kohë të globalizmit, edhe sot kemi më shumë ndoshta komunikim të dy palëve, të rinisë të dy palëve, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta. E kështu me radhë, po është interesant se tashmë nuk komunikojnë në gjuhën e tyre. Nëse jo, në gjeneratën e juve, kur keni pas bashkëpunim me palën tjetër, kryesisht në gjuhët jugoslave keni e bisedu. Sot jetojmë një jetë përbashkët, bisedat bëhen më shumë në anglisht se sa në shqip apo maqedonisht. Po kjo është një rezultat i atë që e thash se të udhëheqjes së shtetit në një drejtim të gabuar. Derisa nuk u krijua një hapësirë që gjuhët e qytetarëve të jenë të barabarta të gjithë. Qoftë gjuha maqedone apo gjuha shqipe, atëherë erdhi deri te largimi midis nesh, edhe faktikisht derisa më parë ne si fëmijë mësonim gjuhën e fqiut edhe mësonim gjuhën tonë, duke luajtur në rrugën kështu me radhë, tash nuk kemi as lujm, fëmijët e tonë nuk kanë as me këtë të komunikojnë, as me këtë lujm. Edhe po vjen një gjeneratë e re e shqiptarëve që nuk e njohin fare gjuhën maqedone. Edhe faktikisht po zgjedhet si mjet gjuha angleze dhe komunikimi, që është një situatë e re që udhëheqësit e shtetit duhet ta mendojnë dhe të gjejnë zgjidhje. Patjetër. A kish pas ndonjë sugjerim edhe ndonjë këshill për të rinjt cilët janë këtu dhe dëshirojnë që të kenë më shumë përfshirje në shtet? Cila do të ishte ajo formula që ata dëshirojnë ta ndjekin, që të japin kontributin e vet në këtë shtet dhe të ndjehen të gjithë të përfshirë brenda shtetit dhe të barabartë me të gjithë? Shiko, puna e përfshirjes në shtet është një gjë që deshte apo nuk deshte i përfshin. Do të thotë se shteti nuk të lejon ti të jetosh pa dokumente, ti ngasësh makinën
po atë do të të ndërlidhen. Për atë duhet prej qytetarit pasiv të shndrohemi në qytetar aktiv. Jo vetëm të tolerojmë veten që shteti të na obligojë me detyrimet që i ka të paraparë me rregullativat e veta, po të jemi pjesë aktive që të i kërkojmë ato drejta që neve na takojnë. Atë pjesën tonë të tatimeve që e paguajmë, të kontributit tonë që japim prej rrogave tonë e kështu me radhë, që faktikisht ato të na kthehen për të rritur mirëqenien sociale në vendin tonë, mirëqenien ekonomike. Për atë gjenerat të reja prapë e përsëris duhet të jenë më aktiv, se e di se kanë kapacitetin, kanë kryer tash falë Zotit kemi një gjenerat që është shkolluar, është arsimuar, ka dhe shkollime për jashtë, kemi gjenerata të reja që kanë sjellur dhe rezultate shumë pozitive në përmasën ndërkombëtare, për atë duhet që ato gjërat ti materializojmë në vendin tonë dhe të mundohemi që këtë vend ta bëjmë më të mirë për të gjithë neve që jemi këtu. Nëse një pyetje për në fund tash më kujtu vetëm si blic, institucioni i avokatit popullit tëna. Sa është aktiv, sa ja shoh në hajrin, sa merr iniciativa, në çfarë pozite është si institucion? Institucioni i avokatit popullit tash në bord një si ombudsman, domethënë është ashtu apo në Kosovë thoshin si ombudsperson, një person që faktikisht për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Në momentet kur qytetarët hasin në një derë të mbyllur, themi kushtimisht apo padrejtësisht, të i drejtohen atij institucionit ku të paralajmërojnë dhe të paraqesin për thyrjen e të drejtave apo në mohimin ndonjë të drejtë që janë të bindur ato se i takojnë apo ndonjë institucion u ka mund. Por atë e keqja është se avokati i popullit i ka ato kompetencët e kufizuara që e ka mundësinë vetëm të reagimit dhe të nuk ka ndonjë mundësi të themi që ta penalizojnë ndonjë institucion apo të marrë pasojë më të mëdha juridike për mosbatuesit e ligjit apo të drejtave që i takojnë qytetarëve. Kjo është e keqja e atij institucioni, se përndryshe është një institucion shumë i rëndësishëm për qytetarët që është mirë që në moment kur hasin në pengesa të ndryshme gjatë kontaktit me institucionet të i drejtohen në atë institucion. Nëzim falenderit, shumë kafet në ametën, po biseda ke e mirë dhe turqitojnë një kafe ka hatrin e 40 vjetëve bisedë. Falenderit shumë, ishte kënaqësi dhe mendoj se duhet që sa më të japim më tepër për vendin ku jetojmë që të kemi ndoshta feedbackun më të madh që të gjithë e dëshirojmë. Falenderit shumë, falenderit edhe juve që na ndjekët. Shpresojmë që së bashku të kemi përfituar, të jetë e dobishme dhe të jetë kjo një nismë ku të ri tonë do të ndihen më gjithë përfshirës dhe do të marrin më shumë iniciativa në vendin tonë me vetëm qëllim që të mbisundojë e mira në këtë vend. Shpresoj që të takohemi në emisionet të ardhshme, në muhabetet e ardhshme të Qarqisë, nga Qarqia ku buron vetëm e mira. Falenderit.